Zoti Mal Berisha, sapo keni përfunduar një studim mbi jetën dhe veprën e Charles Telford Erickson, një veprimtar i çështjes shqiptare edhe pse amerikan në lidhje me organizatën Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ju tërhoqi te ky personazh i cili ka dhënë kontributin e vet edhe për pavarësinë dhe mbrojtjen e territoreve të Shqipërisë? Është një njeri i cili ka kushtuar një jetë të jashtëzakonshme Shqipërisë, erdhi në vigjilje të pavarësisë në vitin 1908 bashkë me familjen, me 3 fëmijë, jetoi 1 vit në Tiranë dhe 3 vjet në Elbasan dhe i kushtoi tërë jetën e vet, 99 vjeçare, Shqipërisë deri në vitin 1966. Kjo vepër është një pasqyrim i plot, jo vetëm i bëmave të tij në dobi të Shqipërisë, jo vetëm i letrave dhe dokumentave që ai ka shkruar gjithë presidentëve amerikan në rrjedhë të viteve, gjatë jetës së tij që kur erdhi në Shqipëri, por edhe përmbledhje e 5 veprave të tij të shkruara për shqiptarët që fillojnë me luftën e Trojës dhe prezencën pellazge aty, deri me njeriu që ai admironte shumë që ishte mbreti Ahmet Zogu. Zoti Mali, çfarë mund t'na tregoni lidhur me përpjekjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Ericksonit për çështjen shqiptare dhe marrëdhëniet e tij me presidentin asaj kohe Wilson? Në vitin 1912 ai largohet forcërisht nga Shqipëria për shkak se në momentin kur Shqipëria u pavarësua nga patriotët shqiptarë me kryeministin Qemalin, dihet që korridori serb për në Durrës bëri atë që Shqipëria të pushtohej deri në Elbasan nga forcat serbe dhe ata e përzuan si armik i betuar i Serbisë dhe mik i betuar i shqiptarëve. Me këtë motivacion është larguar nga Shqipëria me vendim gjyqësor ushtarak në Durrës në mesin e dhjetorit vitit 1912. Është një fakt historik i pathënë deri sot që afiliteti dhe ndjeshmëria e madhe e presidentit Wilson ndaj çështjes kombëtare shqiptare u rrit në një masë të jashtëzakonshme për shkak të letrave që Erickson arrinte t'ia fuste në tavolinë çdo ditë nëpërmjet zonjës së tij, Edith Wilson, e cila kishte punuar bashkë me Ericksonin për kryqjen e kuqit ndërkombëtar dhe korrespondenca e tyre lidhur me çështjen shqiptare dhe letrat që Wilsoni vetë ka kthy delegacionin shqiptar janë nga dokumentat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë dhe të konsolidimit të shtetit shqiptar që më pasaj parapriu antarësimin e Shqipërisë në Ligën e Kombeve. Zoti Mali, është rast i rrallë që një personazh i huaj ti motivoj ose ti edukoj shqiptarët në ndjenjat e tyre patriotike. Shqiptarët zakonisht janë mësuar që të frymëzohen nga rilindasit e tyre dhe nga pushtetasit e tyre. Në qoftë se ne shqiptarët, brezi juaj dhe imi, dhe tjerëve që po vinë dhe tjerë që ishin para nesh, u frymëzuan nga poemat e mrekullueshme të Naim Frashnit dhe të Vaso Pashës për rritjen e krenarisë kombëtare të shqiptarëve. Unë i rekomandoj të gjithë lexuesit që kanë mundësi të bien në kontakt me këtë libër, të mësojnë se si Charles Telford Erickson i vuri qëllim të jetës së vet, rritjes së nacionalizmit, krenarisë dhe individualitetit të shqiptarëve për shkak të historisë së mrekullueshme që ne kemi dhe që ajo ka evidentuar me fakte historike referuar në dokumentat më serioze të bibliotekave të Stambollit, të Romës, të British Museum, të Athinës dhe të Washingtonit. Zoti Mali, si një studiues dhe diplomat karriere, sa ka ndikuar personazhi i Charles Telford Ericksonin në përpjekjet dhe në angazhimin tuaj, pra si autori i këtij libri, po dhe në karrierën tuaj studimore diplomatike? Çfarë shënon ky njeri në jetën dhe në punën tuaj? Librat e Ericksonit, përveç dokumentave të cilat përbën biografinë e tij, në çdo kapitull ka një thënie të Ericksonit për shqiptarët. Dhe unë sa që i kam nxjerr ato citate nga veprat e tij të pabotuara. Dhe sa që i lexoj tash më bëjnë më krenar nga çka më qenë më përpara. Domethënë, është në fakt një ndërlidhje midis këtij personaliteti shumë të madh që ka punuar për Shqipërinë dhe edukimit që ai më ka bërë mua si shqiptar, si diplomat, si patriot, si njeri që e du këtë vend dhe kur mësoj se sa shumë e deshi ky njeri Shqipërinë, unë them që ne shqiptar duhet ta duam shumë herë më shumë. Zoti Berisha, ju faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit shumë.